AFA Talks ne sjellim së bashku tre udhëheqës të jashtëzakonshëm shqiptaro-amerikan. Shoqata AFA me një episod fuqishëm në AFA Talks solli së bashku tre udhëheqës të jashtëzakonshëm shqiptaro-amerikan, të cilët rrugën e tyre përfaqësojnë me qëndrueshmëri liri të shërbimit publik. Njëri është rritur gjatë luftës Kosovë dhe tani shërben si këshilltar i qytetit në Teksas, tjetri u rrit në regjimin komunist të Shqipërisë, sot kandidon për senatin e shtetit Michigani, ndërsa më i riu, një shqiptar amerikan i presit parë nga Illinois, është zyrtari më i ri zgjedhur në historinë 103 vjeçare të qytetit të tij. Kështu pra së bashku, Gjino Mulliqi, Ren Nushaj dhe Sokol Delisi ndajnë së bashku historinë e tyre në Zoom, të shënuar nga përpjekjet, migrimi, shpresa që kanë udhëhequr drejt leadershipit në Shtetet e Bashkuara. Kjo bisedë feston forcën e shpirtit shqiptar, premtimin për angazhimin qytetar të brezave të rinj të shtetasve shqiptaro-amerikanë dhe ndërton ura midis vendeve dhe brezave. Ata në takimin e tyre në Zoom shpërndan njohuritë dhe përvojën e tyre.